Ajo mendonte se kishte një jetë perfekte, një burr që e donte, një familje që e mbështeste dhe një motër që ishte gjithmonë pranë saj. Por gjithçka u shkatërrua në një moment. Një mesazh i vetëm, një telefon i harruar mbi tavolinë, dhe një e vërtetë që nuk duhej zbuluar kurrë. Më mungon si gjithmonë. Kur ajo pa emrin e dërguesit, zemra ju ndal, sepse nuk ishte një grua e huaj, ishte motra e saj. Por kjo nuk ishte pjesa më e keqe. E vërteta që ajo do të zbulonte më pas do ta shkatëronte përgjithmonë. Elira gjithmonë kishte besuar se jeta e saj ishte ndërtuar mbi besim. Ajo ishte 29 vjeçe, e martuar prej 4 vitesh me Ardin, një burr i qetë, i përkushtuar dhe i dashur. Të paktën kështu kishte menduar gjithmonë. Ata jetonin në një apartament të bukur në qytet, larg zhurmës së përditshme, por mjaftueshëm pranë për të ndjerë ritmin e jetës. Por mbi të gjitha, Elira kishte një person që e konsideronte më shumë se çdo gjë tjetër. Motrën e saj, Dianën. Diana ishte gjithçka që Elira nuk ishte. E sigurt në vetvete, e bukur në një mënyrë që tërhiqte vëmendjen kudo, e fortë, e vendosur dhe gjithmonë një hap përpara, që të vogla njerëzit gjithmonë i kishin krahasuar. Diana është yll, Elira është më e qetë, dhe Elira e kishte pranuar këtë rol, sepse Diana ishte ajo që gjithmonë e mbronte. Kur prindërit e tyre u ndan, ishte Diana që mbajti familjen bashkë. Kur Elira kishte probleme në shkollë, ishte Diana që e ndihmonte. Kur ajo u dashurua për herë të parë dhe ju thye zemra, ishte Diana që i tha: "Mos u shqetëso, një ditë do gjesh dikë që do të dojë më shumë se çdo gjë tjetër." Dhe ajo kishte pasur të drejtë. Kur Elira njohu Ardin, gjithçka ndryshoi. Ai ishte ndryshe nga të gjithë të tjerët. Nuk ishte thjesht i bukur apo i zgjuar, ai e dëgjonte, e kuptonte, dhe mbi të gjitha e bënte të ndihej e rëndësishme. Për herë të parë në jetën e saj, Elira nuk ndihej si motra tjetër. Ajo ishte qendra e botës së dikujt, dhe Diana ishte e para që e miratoi. "Ai është perfekt për ty", kishte thënë ajo me një buzëqeshje që Elira nuk e vuri kurrë në dyshim. Ata filluan të kalonin shumë kohë bashkë, të tre. Darka familjare, pushime të shkurtra, festa gjithmonë së bashku. Dhe për Elirën kjo ishte perfekte. Dy njerëzit që ajo donte më shumë në botë, duke u marrë vesh aq mirë. Por kishte momente të vogla që ajo nuk i kuptonte. Një shikim që zgjaste pak më shumë se duhet. Një heshtje e çuditshme kur ajo hynte në dhomë. Një ndjenje që nuk mund ta shpjegonte. Por ajo i injoronte, sepse besimi nuk le vend për dyshim. Ose të paktën kështu mendonte ajo. Një pasdite të zakonshme, gjithçka filloi të ndryshonte. Ishte një ditë e lodhshme në punë dhe Elira u kthye në shtëpi më herët se zakonisht. Ardi nuk ishte aty, ai kishte thënë se do të ishte vonë. Ajo hodhi qelsat mbi tavolinë dhe ul në divan, duke marrë frymë thellë. Qetësi. Derisa dëgjoi një tingull, një vibrim i lehtë. Telefoni i Ardit ishte mbi tavolinë. Ai duhet ta kishte harruar. Elira e mori pa menduar shumë. Nuk ishte nga ato gra që kontrollonin telefonin e burrit të tyre. Nuk kishte pasur kurrë arsye. Por këtë herë, ekrani u ndez. Një mesazh. Zemra e saj ndaloi për një sekond. Më mungon si gjithmonë. Ajo buzëqeshi lehtë, duke menduar se ishte ndonjë shaka nga një mik. Por pastaj pa emrin. Diana. Trupi i saj u ftoh menjëherë. Jo, kjo nuk kishte kuptim. Duhej të ishte një keq kuptim. Ndoshta një mesazh për diçka tjetër. Ndoshta një mënyrë e çuditshme komunikimi. Duart e saj filluan të dridheshin ndërsa hapi mesazhin. Dhe pastaj, pa gjithçka, mesazhe të tjera. Qindra. Natën e kaluar ishte perfekte. Do të doja të mos ikje. E di që është e gabuar, por nuk mund të ndalem. Bota e Elirës u shemb në heshtje. Ajo nuk qau, nuk bërtiti. Vetëm qëndroi aty duke parë ekranin, ndërsa çdo gjë që kishte besuar shkatërrohej para syve të saj. Motra e saj, burri i saj, dy njerëzit që ajo i kishte besuar më shumë se kujdo tjetër. Dhe nuk ishte një gabim i vetëm. Ishte diçka që kishte vazhduar prej kohësh, prej vitesh. Elira u ngrit ngadalë, dhoma duke ndryshe tani. E ftohtë, e huaj, si një vend që nuk i përkiste më. Ajo e vendosi telefonin aty ku e kishte gjetur, dhe për një moment mendoi të largohej, të mos thoshte asgjë, të zhdukej nga gjithçka, por pastaj një mendim tjetër i kaloi në mendje. Pse do ta bënin këtë?
Diana ajo që e kishte mbrojtur gjithmonë. Ardi ai që premtoi se nuk do ta lëndonte kurrë. Kjo nuk ishte thjesht tradhti. Kjo ishte diçka më e thellë, diçka më e errët. Dhe Elira nuk do të largohej pa e zbuluar të vërtetën, sepse në fund të mesazheve kishte diçka që e bëri të ndalej. Një fjali që ndryshonte gjithçka. Ajo nuk duhet ta mësoj kurrë të vërtetën për atë që ndodhi atë natë. Elira ngriti syt ngadalë. Frymëmarrja ju bë e rëndë, sepse kjo nuk ishte vetëm një tradhti, ishte një sekret që kishte filluar shumë kohë më parë. Dhe tani, ajo do ta zbuloj. Elira nuk fjeti atë natë, jo sepse nuk mundej, por sepse mendja e saj refuzonte të qetësohej. Ajo që kishte parë në telefon nuk ishte thjesht një tradhti, nuk ishte një gabim momental, një dobësi e përkohshme. Ishte diçka e ndërtuar me kohë, diçka e fshehur me kujdes. Dhe ajo fjali, ajo nuk duhet ta mësoj kurrë të vërtetën për atë që ndodhi atë natë. Çfarë nate? Çfarë e vërtete? Elira u shtri në shtrat, duke parë tavanin, ndërsa çdo kujtimi së kaluarës filloi të rrotullohej në mendjen e saj si një film i çrregull. A kishte pasur shenja, momente që ajo kishte zgjedhur të injoronte, papritur një kujtim i largët u kthye. Një natë, 3 vite më parë, ishte nata e ditëlindjes së Dianës. Një festë e madhe me muzikë, alkool dhe njerëz që qeshnin pa ndalur. Elira kujtonte se kishte pirë më shumë se zakonisht. Ardi ishte pranë saj gjatë gjithë kohës, ose të paktën kështu mendonte. Diana ishte në qendër të vëmendjes, si gjithmonë. E bukur, e ndritshme, e paprekshme, por kishte një moment, një boshllëk, një pjesë e natës që Elira nuk e kujtonte qartë. Ajo kujtonte se ishte ndjerë e lodhur, se kishte dalë jashtë për ajër, dhe pastaj, asgjë, vetëm një zgjim i paqartë në mëngjes, në shtratin e saj, me një ndjenjë të çuditshme në trup. Ajo kishte menduar se ishte thjesht nga alkooli, asgjë më shumë. Elira u ngrit me një herë nga shtrati, zemra po i rrihte fort. Jo, nuk mund të jetë, por tani gjithçka dukej ndryshe. Çdo detaj, çdo boshllëk, çdo heshtje. Ajo mori telefonin e saj dhe filloi të kërkonte. Foto të asaj nate, video, mesazhe të vjetra, dhe pastaj gjeti diçka. Një video e shkurtër, e xhiruar nga një mik i tyre. Në video, Elira shihej duke qeshur, pak e dehur, ndërsa Diana dhe Ardi ishin pranë saj. Por ajo që e bëri të ndalej, ishte mënyra si po e shikonin njëri tjetrin. Nuk ishte një shikim normal, nuk ishte rastësi. Ishte diçka që tashmë kishte filluar. Dera e apartamentit u hap papritur. Elira u kthye me shpejtësi. Ardi hyri brenda duke hequr gjaketën. Je zgjuar, tha ai normalisht, sikur asgjë nuk kishte ndodhur, sikur bota e saj nuk ishte shembur. Elira e pa për disa sekonda. I huaj, kaq i huaj. Ku ishe, pyeti ajo, me një zë të qetë që nuk e njihte as vetë. Në punë të thash që do vonohesha, u përgjigja ai, pa e parë drejt në sy. Gënjeshtër. Ajo tashmë e dinte. Harrove telefonin, tha ajo. Ardi u ndal, vetëm për një sekond, por ajo e pa. Ajo pauzë ishte gjithçka. Po e kuptova më vonë, tha ai, duke u munduar të duke i qetë. Elira u afrua ngadalë. Çdo hap i saj ishte i rënd. E pash, tha ajo. Heshtje. Ajri në dhomë u bë i rënd. Çfarë pe, pyeti ai, por zëri i tij nuk ishte më i sigurt. Elira filloi ai, por ajo e ndërpreu. Sa kohë, pyeti ajo. Zëri i saj u thye për herë të parë. Sa kohë më keni gënjyer? Ardi mbylli syt për një moment. Dhe kjo ishte përgjigja. Thuaj diçka, bërtiti ajo. E kë ishte ashtu se mendon, shpërtheu ai, por ishte tepër vonë për justifikime. Mesazhet nuk gënjejnë, tha ajo, me lot që tashmë po i rridnin pa kontroll. Ai heshti, dhe pastaj, tha diçka që e bëri gjithçka edhe më keq. Nuk ishte planifikuar. Elira qeshi me hidhërim. Ah, kështu që thjesht ndodhi. Për vite me radhë. Ai nuk kishte përgjigje, sepse nuk kishte justifikim, por Elira nuk kishte mbaruar. Ajo natë, tha ajo ngadalë. Ardi ngriti kokën me një herë. Fri, e pastër, e dukshme. Çfarë ndodhi atë natë, pyeti ajo. Heshtje. Çfarë ndodhi, bërtiti ajo. Ardi bëri një hap pas. Ti nuk e mban mend, tha ai me zë të ulët. Çfarë? Fryma e saj u ndërpre.
Ti ishe shumë e dehur, vazhdoi ai. Dhe Diana, ajo u kujdes për ty. Mos gënje, bërtiti Elira. Por ai nuk po gënjente. Jo plotësisht. Diçka ndodhi atë natë, tha ai. Dhe pas asaj gjithçka ndryshoi. Elira ndjeu këmbët I dobësoheshin. Çfarë ndodhi, përsëriti ajo, pothuajse pa zë. Ardi e pa drejt në sy. Dhe për herë të parë, ai nuk u duk si burri që ajo njihte. Diana nuk ishte ajo që mendon ti, tha ai. Zemra e Elirës u ndal. Çfarë do të thuash? Ai hezitoi, por pastaj tha fjalë që ndryshuan gjithçka. Atë natë, ajo më tha të mos të lija vetëm sepse dikush po të ndiqte. Heshtje. Një heshtje e rëndë që mbushi gjithë dhomën. Elira u step. Çfarë, tha ajo ngadalë. Ne menduam se ishte vetëm paranoj, por pastaj ai ndaloi. Pastaj çfarë, zëri I saj dridhej. Ardi gëlltiti. Sapo t'i humbe ndjenjat, gjithçka doli jashtë kontrollit. Elira ndjeu sikur toka po I zhdukej poshtë këmbëve. Sepse tani, kjo nuk ishte më vetëm një histori tradhtie. Ishte diçka më e errët. Diçka që ajo nuk e mbante mend. Diçka që të dy kishin vendosur ta fshihnin. Elira nuk po merrte më frym normalisht. Dhoma dukej sikur po ngushtohej, muret po afroheshin, ndërsa fjalët e Ardit vazhdonin të jehonin në mendjen e saj. Sapo t'i humbe ndjenjat, gjithçka doli jashtë kontrollit. Jo, përshpëriti ajo, duke tundur kokën. Jo, kjo nuk ka kuptim, ti po më gënjen, por në sytë e tij nuk kishte më vend për gënjeshtra. Vetëm frikë, vetëm faj. Thuaje të plot, tha ajo, duke shtrënguar fort me shikim. Mos më lër në gjysmë. Çfarë ndodhi të natë? Ardi mori frym thellë, dhe për një moment dukej sikur po luftonte me veten. Pastaj u dorëzua. Atë natë ti dole jashtë për ajër, filloi ai. Ishte shumë zhurmë brenda. Shumë njerëz. Ti nuk ndiheshe mirë. Elira e kujtonte këtë pjesë. Pak a shumë. Diana më tha të shkoja pas teje, vazhdoi ai. Tha që nuk ishte ide e mirë të ishe vetëm. Dhe zëri e Elirës ishte I thatë. Kur të gjeta ti ishe pranë makinave, në anë të rrugës, tha ai. Dhe nuk ishe vetëm. Heshtje. Një heshtje që u bë më e rëndë se çdo fjalë. Elira ndjeu një therrje në stomak. Çfarë do të thuash? Pyeti ajo me zë të ulët. Ardi e pa drejt në sy. Ishte një burr aty. Zemra e saj filloi të rrihte fort. Një burr, përsëriti ajo. Ai po fliste me ty, por ti mezi qëndroje në këmbë, tha Ardi. Dhe mënyra si po të prekte nuk ishte normale. Elira ndjeu të ftohtin t'i përshkonte trupin. Jo, tha ajo. Jo, kjo nuk është e vërtet. E shtyva me një herë, vazhdoi Ardi. Ai u largua, por para se të ikte më tha diçka. Çfarë? Fryma e saj u ndërpre. Ardi hezitoi. Pastaj tha. Tha që ti e kishe kërkuar vetë. Lotët filluan të rridhnin në fytyrën e Elirës. Gënjeshtër, përshpëriti ajo. E di, tha Ardi me një herë. E dija që ishte gënjeshtër. Ti nuk ishe në gjendje as të flisje normalisht. Elira u ul ngadalë në divan. Trupi I saj nuk po e mbante më. Dhe pastaj, pyeti ajo me zë të thyer. Pastaj të qova brenda, tha ai. Diana ishte aty. I tregova çfarë ndodhi. Heshtje. Dhe ajo reagoi çuditshëm, shtoi ai. Elira ngriti sy. Çfarë do të thuash? Ardi u afrua pak. Ajo nuk u shqetësua, jo siç do të prisja, tha ai. Nuk pyeti shumë. Nuk u nervozua. Ishte sikur e priste. Një ndjenjë e ftohtë u përhap në trupin e Elirës. Jo, përsëriti ajo. Dhe më pas, vazhdoi ai, ajo insistoi që të çonim në dhomë. Tha që duhej të pushoje. Elira e mbante mend këtë pjesë. Erret, e turbull. Unë doja të rija me ty, tha Ardi. Por ajo më tha. Lëre, unë do kujdesem për të. Zemra e Elirës u shtrëngua. Dhe ti e le, pyeti ajo, me një ton që përzihej mes dhimbjes dhe zemërimit. Është motra jote, tha ai me zë të ulët. I besoja. Fjalë që tani dukeshin ironike. Të hidhura. Pastaj, Elira mezi po e nxirrte zërin. Ardi heshti për disa sekonda. Si të donte të ndalonte aty. Por nuk mundej më. Pas një ore shkova të kontrolloja, tha ai. Elira ngriti kokën ngadalë. Dhe ajo që pa në fytyrën e tij e trembi. Sepse ai duke I shkatëruar. Dera ishte pak e hapur, vazhdoi ai. Dhe dëgjova zëra.
Zemra e saj po rrihte aq fort sa dukej sikur do shpërthente. "Çfarë zërash?" pyeti ajo. Ardi mbylli syt për një moment. "Zërin tënd, por nuk ishe zgjuar plotësisht," tha ai. "Dhe zërin e Dianës." Heshtje. Një heshtje që zgjati shumë. Shumë më gjatë se duhej. Çfarë po bënte e bërtiti Elira papritur. Ardi hapi syt, dhe lotët i rëshqitën. "Ajo nuk po të ndihmonte," tha ai me zë të thyer. Bota e Elirës u ndal. "Nuk po të ndihmonte," përsëriti ajo, pa e kuptuar plotësisht. Ardi gëlltiti. "Kur hapa derën," vazhdoi ai, "ajo ishte mbi ty." Një heshtje vdekjeje mbushi dhomën. Elira nuk lëvizi, as nuk mori frym, asgjë nuk kishte kuptim. Ajo zëri i saj u shua. "Ajo është motra ime." "E di," tha Ardi me dhimbje. "Prandaj nuk doja të tregoja kurrë." Lotët rridhnin pa ndalur në fytyrën e Elirës. Kujtimet të copëzuara filluan të riktheheshin. Një ndjesi e rëndë, një ndjesi që ajo e kishte shtypur thellë. "Jo," përshpëriti ajo. "Jo, kjo nuk mund të jetë e vërtetë." "E ndalova menjëherë," tha Ardi. Ajo u ngrit dhe më pa sikur nuk ishte bërë asgjë të gabuar. "Frikë, e pastër, e ftohtë." Dhe pastaj ajo më tha diçka, shtoi ai. Elira ngriti syt ngadalë. "Çfarë?" Ardi hezitoi, por nuk kishte më kthim pas. Ajo tha, "Ti nuk e kupton, unë e dua atë më shumë se kushdo." Një dridhje e fortë përshkoi trupin e Elirës. Sepse tani, gjithçka po merrte një kuptim tjetër. Një kuptim më të errët, më të frikshëm. Kjo nuk ishte thjesht tradhti, tha Ardi. Ishte obsesion. Elira mbuloi gojën me dorë. Lotët nuk ndaleshin më. Dhe pas asaj nate, vazhdoi ai, ajo më kërkoi të mos të tregoj asgjë. Tha që do të shkatëronte. "Dhe ti e dëgjove?" pyeti Elira me një dhimbje të thellë në zë. Ardi uli kokën. "Po, heshtje. Por kjo nuk është e gjitha," shtoi ai. Elira ngriti kokën me ngadalë. Zemra e saj ishte tashmë e coptuar, por ajo ndjeu që kishte akoma më shumë. "Çfarë tjetër?" pyeti ajo, pothuajse pa zë. Ardi e pa drejt në sy. Dhe tha, pas asaj nate ajo nuk u ndal. Një ndjenjë e ftohtë si akull e mbuloi Elirën. "Çfarë do të thuash?" "Ajo filloi të më kërkonte mua," tha ai. "Të më afrohej, të më fliste, të më manipulonte. Heshtje." Dhe një ditë, vazhdoi ai, ajo më tha, "Ai ndaloi, si të kishte frikë ta thoshte." "Çfarë të hë?" bërtiti Elira. Ardi mbylli syt dhe tha fjalët që shkatëruan gjithçka. Ajo tha, "Nëse nuk je me mua, do t'i tregoj Elirës një version tjetër të asaj nate. Një version ku ti dukesh fajtor." Elira u ngrit menjëherë në këmbë. Trupi i saj po dridhej. "Jo," tha ajo. Jo. Por gjithçka tashmë ishte e qartë. Kjo nuk ishte një histori dashurie e ndaluar. Ishte manipulim, ishte kërcënim, ishte diçka shumë më errët. Dhe tani, ajo duhej të përballej me të, me motrën e saj. Heshtja mes tyre ishte më e rëndë se çdo britm. Elira qëndronte përballë Dianës, por tashmë nuk ishte më ajo vajza e thjeshtë që i besonte verbërisht. Diçka kishte ndryshuar. Diçka ishte thyer dhe nuk kishte kthim pas. "Nuk do të lejoj më të më kontrollosh jetën," tha Elira qetë. Zëri i saj nuk dridhej më. Diana e pa me kujdes, si një grabiqar që vlerëson pren, por këtë herë diçka nuk ishte si më parë. "Ti mendon se mund të më shkatërosh," tha Diana me një buzëqeshje të lehtë. "Elira, unë kam kontrolluar këtë situatë për vite." "Jo më," u përgjigje Elira. Një fjali e shkurtër, por e rëndë. Elira nxori telefonin nga xhepi. Diana ngriti vetullat. "Çfarë është kjo?" "E vërteta," tha Elira. Ajo shtypi ekranin, dhe zëri i Dianës mbushi dhomën. Regjistrimi. Çdo fjalë, çdo pranim, çdo sekret. Fytyra e Dianës ndryshoi për herë të parë. Pa maskë, pa kontroll. "Ti më regjistrove," tha ajo me një zë të ftohtë. "Po," tha Elira, "sepse për herë të parë nuk të besova." "Heshtje. E rëndë. E di çfarë do të ndodh tani," vazhdoi Elira. "Jo vetëm Ardi, jo vetëm unë. Ata do ta dëgjojnë të gjithë." Diana bëri një hap përpara. "Ti nuk do ta bësh këtë. Provo të më ndalosh," tha Elira. Zëri i saj ishte akull. Dhe për herë të parë, Diana nuk kishte përgjigje, sepse kontrolli i saj po rrëzohej.
ngadalë, por sigurt, disa ditë më vonë, e vërteta doli. Familja, miq, të gjithë e morën vesh, jo versionin e shtrembëruar, jo gënjeshtrat, por realitetin. Diana u përball me gjithçka që kishte bërë, dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo nuk mund të manipulojë askënd. Njerëzit u larguan, besimi u shkatërrua, dhe ajo mbeti vetëm. Ardi u përpoq të fliste me Elirën, të kërkonte falje, të shpjegonte, por disa gjëra nuk rregullohen. Ti zgjodhe të heshtësh, i tha Elira, dhe kjo më lëndoi po aq sa ajo. Ai nuk kishte më fjalë, sepse ishte e vërtet. Elira u largua nga gjithçka, jo si një viktim, por si dikush që më në fund pa të vërtetën. Dhimbja nuk ishte zhdukur, por ajo nuk e kontrollonte më. Një mëngjes, ajo qëndronte përballë pasqyrës. Sytë e saj ishin ndryshe, më të fortë, më të qetë, më të vërtetë, sepse disa tradhti nuk të shkatërrojnë, të zgjojnë. Ajo humbi burrin, motrën dhe jetën që mendonte se kishte, por fitoi diçka më të rrezikshme, të vërtetën. Nëse do, mund ta kthejmë këtë në